Matura shtetërore dhe arsimi i lartë do të nështronë një reformimi tërësor, pasi për qeverinë Rama ky është një prioritet. Sipas ministres Nikolla, nuk do të lejohet më të ketë vlerësime fiktive për maturantët, por as korrupsion për një notë më lartë apo kopime gjatë maturës shtetërore. Ministra Nikolla deklaroi mëtej se matura shtetërore shumë shpejt do të jetë vetëm një proces certifikues për gjimnazin dhe nuk do të jetë më kriter për të hyrë në universitet. Në këto kushte që është si vjet matura shtetërore, sepse është dhe provim hyrës për në universitet, nuk do të jetë më e tillë, por kjo do të jetë konform edhe gjithë reformës që pëson sistemi i arsimit lartë, ku do të jetë përcaktuar qartë edhe roli i ri, statusi i ri që merr matura shtetërore, duke qenë certifikues i vetëm viteve studimit, 3 viteve studimit të gjimnazit, dhe duke mos shërbyer kjo metodë edhe si kritere për të hyrë në universitet. Ndërsa kryeministri Rama deklaroi se për të ulur papunësinë rinore, zgjidhja është arsimi profesional. Sipas tij, modeli matura +2 do të orientojë maturantët drejt arsimit profesional, ndërsa akuzoi qeverinë paraardhëse se bllokon me hapjen e dyerve të universiteteve. Rama deklaroi se do ta shohë problemin në sy dhe do t'i jap zgjidhje atij. Të reformojmë rrënjësisht maturën shtetërore, të reformojmë rrënjësisht arsimin e lartë. Modeli që ne do të fusim në këtë reformë është matura +2. Matura +2 që ka të bëjë me arsimimin profesional. Ne po bëjmë paralelisht reformën e arsimit lartë. Pra duam që të dyja këto reforma të jenë enë komunikuese me njëra tjetrën dhe ky proces brenda 4 vjetësh të fillojë të japi frutet e para dhe të hedhë bazën e re për 20-30 vite ardhshme në funksion të dijes dhe të tregut punës. Sa kaq për kryeministrin Rama, Alterteksi përveç se ishte një barbari gjuhësore dhe shkencore, ai largoi shqiptarët nga Europa dhe shtoi korrupsionin, duke lënë të kuptohet se ky sistem nuk do të ekzistojë më për shkollat shqiptare.